Zotë ambasador, ju keni zhvilluar javën kulturore që në fakt tingëllon shumë e çuditshme sepse është shumë rrallë që në një shtet të Bashkimit Evropian një ambasadë shqiptare të mund të organizojë një javë kulturore. Si erdhi ideja dhe si u realizua kjo javë kulturore? Është shumë përgjigje e thjeshtë. Ku ka një dëshirë të madhe për të bërë gjërat, ato bëhen, edhe kur ka shumë vështirësi. Në Britaninë e Madhe ne kemi si qëllim që ta promovojmë Shqipërinë me vlerat më të mira që ne kemi për t'ju ekspozuar këtyre njerëzve kaq të kulturuar dhe kaq të shëtitur nëpër botë. Qëllimi është që brenda kësaj jave ne t'japim disa pamje të Shqipërisë, si fillon me këto vizuale, me këtë ekspozitë mrekullueshme të Bashkim Mametit, i cili është një piktor shumë i njohur në vendin tonë. Pastaj vazhduam me një prezantim të një libri shumë të bukur, Diplomacia shtrënguese e NATO-s për shërimin e Kosovës, nga doktor Enver Bytyçi, e cila organizua në ambasadën e Kosovës, në një mjedis të ri të tyre shumë të bukur. Vazhduam me promovimin e librit Këngët e Dheut për fëmijët dhe mësuesit shqiptarë në Britaninë e Madhe. Nëse mbrapa kemi një rast shumë unik, është prezantimi i librit të Noel Malcolmit, historianit britanik të njohur rreth çështjes shqiptare, me librin Agjendat e Perandorive, do jetë një revolucion i vërtet në historinë shqiptare, dhe do ta mbyllim me një leksion timin lidhur me jetën e Herman Bernstein, ambasadorit amerikan, i cili ka lënë një trashëgimi shumë të bukur në Shqipëri në vitet 30. Si u realizua ekspozita? Shumë interesant. Do të thënë, pikturat kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e vërtet kjo? Po, këto vepra autori ka bërë të gjitha në studion e tij në New Jersey, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne kemi punuar më se 2 vjet për ta realizuar këtë. Domethënë që nga momenti kur ne kemi paraqitur kërkesën kësaj salle të bukur të asaj që quhet Shtëpia e Evropës, European House, deri në momentin kur ne kemi vendosur atë kanë shkuar 2 vjet. Planifikimi i marrjes së kësaj salle merr të paktën 2 vjet edhe më shumë, sepse është vendosur në kalendar me vite përpara. Bashkimi ka bërë një punë mrekullueshme dhe një transport shumë praktik. Veprat kanë ardhur të futura në tubë dhe për 2-3 ditë kemi bërë edhe punë marangozi, duke ndihmuar që pastaj ti vendosnë për kornizat, i transportuajnë, vendosin të vendet e duhura dhe pritja ishte një gjë mrekullueshme. Atë hapi shefja e misionit evropian këtu, e Komisionit Evropian, zonja Jacqueline Miner, dhe ishin duket një 10 ambasador, pastaj kishte studios, artistë nga shumë galeri dhe presim edhe reagimet e tyre, duket që do ketë edhe shkrime, ka patur edhe shkrime deri tash, dhe që ka njehun shumë të mirë si ekspozit. Salla këtu është shumë e bukur për arsyeën se këtu 28 vendet e Bashkimit Evropian, në mos një ditë tjetër kanë diçka që bëhet këtu. Pra vizitorët janë të një klasi shumë të lartë, tu vinë diplomatë, vinë njerëz të cilët janë të lidhur me çështjet e integrimit evropian dhe natyrisht që qëllimi final i kësaj është që ne t'u tregojmë evropianëve se jemi edhe në SIU dhe shumë shpejt kemi dëshirë të bëhemi pjesë e familjes. Në fakt, pikturat janë impresionuese, janë jashtëzakonisht impresionuese, shumë të veçanta dhe janë frymëzuar nga një udhëtim i veçantë, po që ka lidhje pikërisht me këtë vend. Po, në Londër ne mund të bënim çfarëdo lloj ekspozite, por duhet të kishte, do t'i godiste, do të kishte atë ringun e qëllimit me të cilin është bërë ekspozita. Për shembull, frymëzimi i Bashkim Ahmedit lidhur me ato që ka bërë Eduard Lir në Shqipëri është një lidhje shumë e bukur shpirtërore midis 2 vendeve. Rreth 170 vjet më parë ose më shumë, Eduard Liri ka lënë nëpër tokat shqiptare dhe i pasqyron ato në ato vepra të tij të bukura që ne shqiptarët pothuajse gjithë e dinë këtë. Dhe në një kohë krejt tjetër, një piktor shqiptar i kthen atij haraçin, si më thënë, një lloj tributi, një lloj respekti për atë. Prandaj ka bërë homazh për Eduard Lirin. Edhe veprat janë në shumë vepra që shohim ne këtu, janë vende në cilat ka kaluar Eduard Liri, për shembull Gjirokastra është një vend që ai ka pikturuar, motivet e fustanellës janë të lidhura me atë. Ka një lidhje shpirtërore shumë bukur dhe plotson edhe qëllimin e nuk është ekspozit për ekspozit, është një ekspozit që flet jo vetëm me pamjet e bukura, por edhe me kuptimin që ato kanë në lidhje me anglezët e cilët e kanë shëtit aq shumë Shqipërinë në shekullin 19 dhe kanë shkruar aq bukur dhe kanë pikturuar aq bukur. Një nga aktivitetet e javës kulturore që spikat, gjithashtu, është dhe historia që lidhet me shekullin 16 dhe kjo shumë e veçantë, krejtësisht e panjohur. Si u bë lidhja, si arritët ju që ta njihni të personazh dhe aq më tepër ta sillit pranë publikut shqiptar?
Noel Malcolm është një historian shumë i njohur. Me 2 librat e tij, Historia e shkurtër e Bosnjës dhe Historia e shkurtër e Kosovës, ai ka bërë emër në të gjithë botën akademike britanike. Para një viti ka marrë titullin Sir, domethënë është bërë kalorës i mbretëreshës, dhe është nga titulli më të lartë këtu, ndërkohë që presidenti i Republikës atë vitin që shkoi ka dekoruar me një dekorat shumë të lartë për kontributin e tij. Ai ka mbajtur në mënyrë të fshehtë plotësisht këtë vepër që po e punonte. Para disa kohësh më ka dhuruar një libër për një Ernesto Conzi, i cili është një prift italian që ka një kontribut jashtëzakonshëm në historinë e Shqipërisë në 2 dekadat e para të shekullit 20. Por ishte një gjë e vogël dhe ai ma dha me shumë kështu dashuri, se është njëri shumë i dashur. Ndërsa para pak kohësh më njoftoi, unë kam në botim librin Agjendat e Perandorive dhe një histori e mrekullueshme për cilin sot ka shkruar The Economist. Është një histori e cila tregon për një familje shqiptare nga veriu i Shqipërisë, nga Ulqini atëhershëm. Ai vetë gazetat britanike sot thonë që Ulqini asaj kohe ishte pjesë e Shqipërisë, tani është pjesë e Malezisë. Dhe këto 2 familje, masi pushtohet Shqipëria nga otomanët, qahen në 2 pjesë, një pjesë me rrugën drejt perandorisë në Venecia, tjetra nga perandoria lindjes në Stamboll ose Konstantinopull. Dhe historia zhvillohet në mënyrë të tillë që një ditë prej ditësh pinjollët dhe të njëjtës familje ndeshën në krye të ushtrive të 2 perandorive dhe përplasën me njëri tjetrin. Është jashtëzakonisht intriguese. Ka shumë komente të fillimit rreth këtij libri janë që shqiptarëve ju është dashur gjithmonë të mbijetojnë duke qenë pjesë e perandorive të mëdha, si një komb i shtypur dhe i vogël, i rrethuar në gjeografikisht, një anë me detin, në anën tjetër me sulme, mes të 2 botëve që përplasin njëra tjetrën, çfarë duhet bënin shqiptarët? Atë do të na thotë Noeli në këtë libër, i cili është besoj është një nga dhuratat më të bukura që një historian anglez mund t'i jepte popullit tonë. Dhe pikërisht në këtë kuadër të javës kulturore, pavarësisht se është gjithmonë dualiteti Shqipëri-Mbretëria e Bashkuar, aty futet edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbarohet me këtë, domethënë ne nuk i shpëtojmë dot i trekëndshi apo jo. Ndoshta vjen nga një prirje edhe personale anglo-amerikane, edhe politikës tonë shqiptare të shtetit tonë, i cili e shef me të vërtetë me shumë simpati atë që kanë bërë anglo-amerikanët për ne. Në fakt, figura e Herman Bernstein është edhe më komplekse se sa kaq. Unë kam arritur që të fus në një rreth të përbashkët ambasadën amerikane, për shkak se Bernstein ishte ambasador i Amerikës, Shtetet Bashkuara, Lituanin, ambasadorën e Lituanisë, sepse Bernstein ishte një hebrej nga Lituania, ka lindur në Lituani, dhe ambasadën e Izraelit, për shkak se ai ishte një hebrej. Të katërës bashkë ne kemi rënë dakord që në auditoriumin e ambasadës amerikane në Londër, brenda në ambasadë, nën kujdesin e vetë ambasadorit dhe punonjësve të ambasadës, të bëjmë një prezantim të këtij libri, të cilin do ta mbaj unë. Është për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe një rast shumë i artë dhe unik që të kem mundësinë që këtyre kolegëve me të cilën njihem prej më shumë se 3 vjetësh në përpritje, në për takime, t'ju shpjegoj edhe një histori e cila është unike në vetvete, i vetmi vend në botë, ose në Evropë mund të them, sepse në vende tjera më se s'ka patur hebrej, po i vetmi vend në Evropë ku asnjë njeri i vetëm hebrej nuk u përsekutua edhe në kohën e nazizmit, kur shqiptarët ishin për vete të okupuar, dhe tani u tregohet një histori që për ata që nuk e kanë dëgjuar është shumë shokuese, gati kështu e habitshme, dhe natyrisht aty do të ketë shumë përfaqësuese, shumë kombëve të cilët nuk ndjehen aq mirë kur mendojnë se ndaj hebrejve nuk kanë sjellë aq mirë në kohën e nazizmit. Dhe pyetja e fundit fare, zotë ambasador, të gjithë na bën përshtypje ajo energjia juaj e pashteshme për të dhënë edhe në kushtet më të vështira, edhe në momentet ku nuk ka një buxhet i jashtëzakonisht të kufizuar, diçka që asnjë ambasador në fakt nuk ka arritur ta bëjë, në asnjë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Cili është sekreti juaj? Unë nuk jam në konkurrencë me asnjërin, por mund të them vetëm se bazuar thjesht në dëshirën e mirë dhe në vullnetin e madh për ta bërë këtë ambasadë një ambasadë që mos ndjehet si ambasada e një vendi të varfër që nuk kemi as buxhet, po si një vend dinjitoz, si një popull dinjitoz që kemi që tregojmë botës. Ajo që përmendet ju, meqense përmendet buxheti, mund t'ju them që e gjitha kjo është bërë me buxhet zero. Kanë shfrytzuar shumë
dashamirës të cilët na kanë ofruar këto salla, free recepcione, free, ambasada amerikane është free, ambasadat janë free, kështu që kjo është ashtu.